pari është vërtet kënaqësi edhe ju jam shumë mirënjohës të gjithave dhe të gjithëve ju që jeni të angazhuar me mishe me shpirt së bashku me më të rriturit në një fushat e cila ka një rëndësi historike për Shqipërinë. Kështu që shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe dëshiroj që ta dini si votues të parë se nuk qëllon çdo herë, madje shumë kujt mund të qëllojë që të votojë gjithë jetën, edhe mos ta ketë mundësinë që të shkojë në votim dhe në dorën e tij, tek vota e tij, të ketë edhe privilegjin që të kontribuojë për diçka historike. Faktikisht Shqipëria ka afro 35 vjet tani më që voton, por një herë vetëm shqiptarët kanë pasur zgjedhje kur në dorën e tyre ka ardhur historia dhe kur vajtja në kutitë e votimit ka qenë një takim me historinë. Kjo ka ndodhur në momentin kur shqiptarëve ju dha mundësia të zgjedhin pas shumë kohësh, dekadash që s'kishin mundur më të zgjidhnin dhe kur ju dha mundësia të vendosin drejtimin e vendit për të shkuar përpara apo për të mbetur mbrapa, për të zgjedhur Shqipërinë në Europë apo Shqipërinë larg Europës dhe kjo është arsyeja pse në ato zgjedhje një shumicë shumë më e madhe se sa shumica që mbështesnin një parti, në atë kohë Partinë Demokratike, votoi për atë parti. Jo sepse ishin të gjithë me atë parti, por sepse në atë moment e vetmja zgjedhje ishte ajo që populli shqiptar në shumicë bëri për të përqafuar më në fund Europën dhe për t'i hapur rrugë një historie tërësisht të re.